Hija drejtësisë, jeta dhe udhëtimi i Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Omeri i biri i Khattabit lindi në fisin Kurejsh në degën Adi, një prej fiseve më fisnike të Mekës. Ishte një djalë me shtat të gjatë, trup të fuqishëm dhe fytyrë të ashpër. U rrit në një shtëpi të thjeshtë, por fisin e tij e karakterizonte krenaria dhe disiplina. I ati Khattabi ishte një burr i rrept dhe e mësoi Omerin të duronte, të përballonte vështirësitë dhe të mos dorëzohej kurrë. Në moshë të vogël Omeri u dallua për mençurinë dhe aftësinë në të folur. E donte gjuhën arabe dhe artin e poezisë. Mësuesit e tij e kujtojnë si një djalë të mprehtë, me kujtesë të fuqishme dhe logjikë të thellë. Ai mësoi të lexonte dhe të shkruante në një kohë kur shumica e arabëve ishin analfabetë. Ishte ndër pak të rinjtë që zotronin këtë aftësi në fisin e tij. Omeri u bë kalors, i njohur në mesin të rive të Mekës. Ishte trem, luftëtar i fuqishëm dhe i drejtë në fjalë. Për këtë arsye, shpeshherë fiset të ndryshme e zgjidhin si ndërmjetësues për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ai ishte gjithashtu tregtar dhe kishte udhëtuar drejt Shamit, duke parë botën jashtë Mekës dhe marrëdhëniet e ndërlikuara mes popujve. Ishte mik i afërt me shumë figura të njohura të fisit Kurejsh. Në atë kohë Omeri, në kohën e Omerit adhuroheshin idhuj, si shumica e Kurejshve. Besonin në Latin, Uzan dhe Hubelin. Ai mbante me vete një statuj të vogël që e kishte bërë vetëm nga druri ose balta, të cilën e adhuronte dhe lutej. Me vonë, pasi pranoi Islamin, Omeri do ta thoshte me ironi: "E bëja me dorën time, i lutesha dhe nëse më prishej, e hidhja dhe bëja një tjetër." Kur pejgamberi alayhis salam nisi të shpallte mesazhin e Islamit, Omeri ishte ndër kundërshtarët më të afër. Ai e pa Islamin si një kërcënim për traditat dhe nderin e Kurejshve. Shpesh ai merrte pjesë në mbledhjet e fisit për të gjetur mënyra se si të ndalonin përhapjen e Islamit. Ai ndeshkonte fizikisht disa prej atyre që besonin në një Zot të vetëm, duke i parë ata si tradhtar të besimit të parëve. Një ditë ai mori shpatën dhe doli nga shtëpia me qëllim të qartë të vriste Muhammedin alayhis salam. Në rrugë u takua me një burr që i tha: "Pse shkon te Muhamedi kur familja jote është bërë muslimane?" I tronditur, Omeri e pyeti: "Kush?" U përgjigj: "Motra jote dhe burri i saj, Fatimia dhe Said ibn Zeid." Omeri i tërbuar nga zemrimi, shkoi me njëherë te shtëpia e motrës së tij. Kur arriti aty, dëgjoi që lexonin Kur'an. Ai hyri me forcë dhe i sulmoi, e goditi motrën e tij dhe burrin e saj, derisa i gjakosi. Kur pa gjakun që delkën nga fytyra e motrës së tij dhe dëgjoi atë duke thënë me vendosmëri: "Ne besojmë në Allahun dhe të dërguarin e tij, bëj ç'të duash, ne nuk do të heqim dorë." Zemra e tij u drodh. Ai kërkoi të shihte fletën që po lexonin. Ishte surja Taha. Kur filloi të lexonte: "Taha, ne nuk ta kemi shpallur Kur'anin që të mundojmë. Taha ma anzala al-Qur'ana litashqa." Por vetëm për këshill për ata që i friksohen Zotit. Zemra e tij filloi të lëkundej. Ai nuk kishte dëgjuar kurrë fjalë të tilla. Fjala e Zotit i dëbërtoi në zemër dhe ndryshoi diçka brenda tij. Pas kësaj, ai kërkoi të takonte Muhammedin alayhis salam. Shkoi në shtëpinë ku ishin mbledhur muslimanët me shpatën e varur. E pa Hamza, një tjetër musliman i fuqishëm, tha: "Nëse ke ardhur për keq, ne do ta ndalim me fuqinë tonë." Por pejgamberi tha: "Lëre të vi." Kur Omeri hyr brenda, pejgamberi tha: "O biri i Khattabit, a nuk është koha që ta pranosh të vërtetën?" Në atë çast Omeri tha: "Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Gëzimi i muslimanëve ishte aq i madh, sa që u dëgjua në gjithë shtëpinë. Për herë të parë ata dolën në qabe në dy rreshta, njëri udhëhequr nga Hamza dhe tjetri nga Omeri. U falen hapur pa friklam, i fitoi një forcë të re. Pas pranimit të Islamit, Omeri u bë shtyll për umetin. Ai ishte i drejtë, i vendosur dhe gjithmonë në kërkim të së vërtetës. Ai ishte i pari që propozoi ezanin për thirrjen në namaz. Ai gjithashtu këmbguli që gratë të trajtohen me dinjitet dhe drejtësi në bazën e Kur'anit dhe Shariatit. Kur muslimanët emigruan në Medinë, Omeri nuk e fsheu largimin si të tjerë. Ai mori shpatën, u drejtua te qabja dhe tha me zë të lartë: "Kushdo që do që gruaja e tij të mbetet pa burrë dhe fëmijë tim, le të më ndjek pas kësaj loginje. Po emigroj për hir të Allahut." Në Medinë ai qëndroi pranë pejgamberit në çdo betejë, në Bedër, Uhud, Hendek, Hunain. Ishte këshilltari i ngushtë i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi ndërroi jetë, Omeri u trëndit aq shumë sa që s'donte ta pranonte lajmin. Por Ebu Bekri qetësoi me fjalë: "Kush e adhuron te Muhammedin, ai ka vdekur. Por kush e adhuron Allahun, ai është i gjallë dhe nuk vdes." Gjatë udhëheqësisë të Ebu Bekrit, kalifatit, Omeri ishte mbështetësi më i madh. Pas vdekjes së Ebu Bekrit, Omeri u zgjodh si halife me të në krye. Islami u zgjerua në mënyrë të jashtëzakonshme. Siria, Iraku, Persia
dhe Egjipti ranë nën administrimin e muslimanëve. Omeri ishte simboli i drejtësisë. Shëtiste natën në rrugët e Medinës për të parë gjendjen e popullit. Një natë të tillë dëgjoi një fëmijë që qante dhe një nën që po gatuante ujë me gur për të hutuar atë. Ai pyeti pse dhe ajo tha: Fëmijët janë të uritur dhe unë nuk kam çfarë t'u jap. Ai shkoi vetë në depo, mori ushqim mbi shpinë dhe e çoi te gruaja. Kur një njeri tha se ai është halifja, gruaja tha: Po të ishte i tillë, nuk do të isha në këtë gjendje. Omeri nuk i tregoi asgjë. Gjatë sundimit të tij, ai vendosi kalendarin islam sipas hijres. Ai ndërtoi sistemin e gjykatës, ndau tokat, themeloi sistemin e llogarive të shtetit, divan, dhe vuri themelet e administratës moderne. Një ditë një burr persian i quajtur Ebu Lulu el-Mejusi e goditi Omerin me thikë, derisa ai po falte namazin e sabahut. Plaga ishte e rëndë. Para vdekjes Omeri e caktoi një këshill prej 6 burrash për të zgjedhur pasardhësin e tij. Ai tha: Nëse më fal Zoti, kjo është mëshira e tij. Nëse më dënon, atëherë unë e kam merituar. Ai u varros pranë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe dhomën e Aishës. Historia e tij mbeti si simbol i drejtësisë, forcës dhe përulësisë për Allah. Omeri radiallahu anhu edhe në shtratin e vdekjes nuk e ndali kujdesin për umetin. Kur ndjeu se po i afroi fundi, thirri djalin e tij Abdullah ibn Omerin dhe i tha: Shko te Aisha dhe kërkoj leje nëse mund të më varrosin pranë dy shokëve të mi. Ai e kishte fjalën për Muhamedit alayhis salam dhe Abu Bekrin radiallahu anhu, që ishin varrosur në dhomën e Aishës. Abdullah i shkoi, trokitin e diell dhe ajo çau. Tha: Ishte për mua, por sot e jap për të. Kështu u lehtësua zemra Omerit, sepse nuk dëshironte të nderohej për te asaj që meritonte. Ditët e fundit të jetës së tij i kaloi në agoni, i shtrirë duke i dhënë porosi umetit. Pyeste vazhdimisht për namazin, duke thënë: A janë falur njerëzit? Kur i thonin po, ai thoshte: S'ka fe për atë që e lë namazin. Ai donte të vdiste me namazin në zemër dhe në buzë. Ishte më i shqetësuar për gjendjen e umetit se sa për veten e tij. Në këshillin që la pas ishin Ali ibn Abi Talib, Osman ibn Affani, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydullah, Zubair ibn Awam, Saad ibn Waqqas. Ai besonte se këta ishin me të denjë për të zgjedhur kalifin e arshëm. I porositi që nëse për 3 ditë nuk bien dakord, atëherë të caktohet ai që është më i përshtatshëm me pëlqimin e shumicës. Kur vdiq, muslimanët u pikëlluan thellë. Abdullah ibn Mesudi tha: Kur vdiq Omeri, o mbyllën 99% e dijes. Aliu e përshkroi kështu: Nuk ka njeri pas të cilit ta kemi pasur më të lehtë të ndjekim rrugën e drejtësisë. Trupi i tij u mor me kujdes dhe u çua në dhomën e Aishës. E varrosën pranë Resulullahit Muhammedit alayhis salam dhe Ebu Bekrit. Toka pranoi mbi të një trup që kishte ecur në rrugën e drejtësisë dhe Allahut. U dha selami atyre që ishin dhe u mbulua. Por rrëfimi i Omerit nuk përfundoi me vdekjen e tij. Tashëgimia e tij vazhdoi në sistemin e drejtësisë që ai vendosi, në frymën e shërbimit që la në mesin e njerëzve dhe në frikën e tij ndaj Allahut, që e bënte shembull për udhëheqësit që do të vinin më pas. Ai kishte një rrugë të vetme që arnonte sa çaj. Nuk pranonte që anëtarët e familjes së tij të përfitonin më shumë se të tjerët. Një herë djali i tij u dënua me kamxhek sepse kishte konsumuar alkool. Ai nuk e ndaloi dënimin, por u mërzit aq shumë sa që djali i tij vdiq nga pasojat. Dhe ai tha: Nëse kam bërë për Allahun, ai do të ma pranojë. Gjatë sundimit të tij ushtria muslimane u organizua në mënyrë të strukturuar. Ai vendosi që ushtarët të kenë rroga të rregullta, e vendosi regjistrimin e qytetarëve, krijoi sistemin e gjykatës me kadin pavarur dhe hapi rrugën e ujësjellësit në të gjitha provincat islame. Në vitin e urisë së madhe në Medinë, kur nuk kishte ushqim, Omeri ndaloi veten nga mishi dhe ndyra për muaj me radhë, pothuajse i humbi ngjyra fytyrës. Dhe kur e pyesnin pse nuk hante më mirë, thoshte: Si të ha mish unë kur fëmijët e muslimanëve nuk kanë as bukë. Ishte i pari që mbante përgjegjësi vetëm për çdo njeri që kishte në kujdesin e tij. Nëse një gomar rrëshqet në Irak, unë kam frikë se Allahu do të më pyesë: O Umer, pse nuk i rregullove rrugët që të mos rrëshqas? Kjo ishte drejtësia e tij. Gjatë sundimit të tij u ndërtuan shumë qytete, Basra, Kufa, Fustat. Ai vendosi sistemin e muajve hijri, caktoi punëtorët e shtetit sipas meritës dhe shpesh herë i ndryshonte nëse shfaqnin shenja arrogance apo padrejtësie. Kishte frikë nga vetë pushteti që mbante. Thoshte: Të mos kishte xhenet dhe xhehenem, prap do të isha rob i Allahut. Shpeshherë qëndronte me fytyrën për tokë duke thënë: O Omer, ke qenë bari deleve dhe tani je sunduesi besimtarëve. Kujto veten, ai u bë i famshëm për fjalinë: Nëse një ditë jam ulur, mos më madhëroni. Nëse gaboj, më korrigjoni.
nëse devijoj, më ktheni në rrugën e drejtë. Muslimanët e kujtojnë si një nga kalifët më të mëdhej. Pejgamberi Muhammed a.s. kishte thënë, sikur të kishte më pas pejgamber pas meje, do të ishte Omeri. Ai ishte njeriu që kur ecte në një rrugë, shejtani kalonte nga rruga tjetër. Ishte simbol i urtësisë dhe vendosmërisë. Ai që e filloi jetën me adhurim ndaj idhujve dhe me armiqsi ndaj Islamit, u bë përfaqësuesi më i fuqishëm i së vërtetës ndër dhe fesë së Allahut.